Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodre. Nga një na duket shumë larg nga njëra e premte në të premten tjetër, pasi me shumë dëshirë kemi të ftuarit tanë që e zbukurojnë këtë emision me historitë e tyre, mesazhet që sjellin, por nga ana tjetër dhe reportazhe që pasqyrojnë realitete apo sjellim në vëmendjen tuaj të tjerë personazhe mes tyre dhe ata që sot nuk jetojnë më. Dhe ne do të donim ta nisnim me një reportazh përkujtimor për një mikun ton që her pas here kemi pas në intervista, kryesisht në emisione turistike që janë realizuar, por edhe shumë intervista për sa i përket zonës së Dukagjinit, bëhet fjalë për të ndjerin intelektualin mjaft të njohur Luiz Shyti. Ne dëshirojmë që këtë përkujtimore ta sillim përmes opinioneve dhe vlerësimeve që kanë bërë miqtë e tij. Se kush ishte Luiz Shyti, le ta njohim përmes këtyre opinioneve. Luiz Shyti, një shkrimtar, publicist dhe aktivist i Dukagjinit dhe Shkodrës. Luiz Shyti është lindur më 23 mars 1948 në fshatin Thet Dukagjinit. Është një ndër figurat më të rëndësishme të kulturës dhe historisë letrare shqiptare, veçanërisht në Shkodër dhe Dukagjin. Si pjesë e një familje patriotike dhe fizike, Shyti u rit me një dashuri të thellë për trashëgimin kulturore, duke shndëruar pasionin e tij për historinë, letërsinë dhe etnografinë në një mjet për të kontribuar në zhvillimin e shoqërisë dhe ruajtjen e traditave. U rit në një familje me traditë të pasura, kombëtare dhe kulturore. Si pjesë e fisit të gjelajve nga Dukagjini, ai ndjeu gjithmonë një lidhje të thellë me natyrën dhe historinë e kësaj treve, një lidhje që e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Familja e tij ka qenë një nga ato shtylla që ruajtën kulturën dhe traditat, në një kohë kur këto vlera ishin të rrezikuara. Ky formim i fortë ndikoi jo vetëm në zhvillimin e tij si individ, por dhe në angazhimin e tij në shoqëri. Veprat e Luiz Shytit janë një pasqyrë e thellë e pasurive kulturore dhe historike të Dukagjinit dhe Shkodrës. Ai ishte një shkrimtar dhe publicist i palodhur që shpeshherë përdorte penën për të mbrojtur dhe promovuar traditat dhe historinë e këtyre trevave, të cilat shpesh ishin të nënvlerësuara nga autoritetet. Disa nga veprat më të njohura të tij përfshin Dukagjini ka vend për të gjithë, 2005, gjurmë të syzime etnografike në Dukagjin. 2007, Dukagjini, rrugtimi në Gjenez, 2014, fjalë të rradha, fjalë të urta dhe shprehje popullore në Dukagjin, 2022, Blerta, 2024. Luiz Shyti ishte gjithashtu një njeri me angazhim të thellë shoqëror, i cili kushtoi shumë kohë dhe energji realizimit të projekteve të mëdha kulturore. Ai ka luajtur një rol të rëndësishëm në realizimin e busteve të dy figurave të shquara të kulturës shqiptare, Mehmet Shpendit dhe Martin Samaj. Këto buste janë një testament i nderimit të tyre dhe i përpjekjes së Shytit për të ruajtur dhe vlerësuar figurat që kontribuan në zhvillimin e kulturës dhe letërsisë shqiptare. Një korrektësi dhe pjekuri në punë, si dhe shoqëri, Luiz Shyti ishte gjithashtu njeri i punës, me një karakter të fortë dhe të pasur me korrektësi. Ai kishte një etik të lartë në marrëdhëniet me kolegët dhe shoqërinë dhe ishte i njohur për ndihmën e tij të pakursyer ndaj të tjerëve. Mbante gjithmonë një qasje të drejtë dhe të hapur ndaj çështjeve shoqërore dhe kulturore, duke e parë punën si një mundësi për të kontribuar në zhvillimin e një shoqërie të drejtë dhe të shëndetshme. Shyti ishte një njeri i pasionuar pas letërsisë dhe kishte një angazhim të madh për promovimin e veprave të shkrimtarëve dhe intelektualëve të tjerë shqiptar. Ai ka pasur një rol të rëndësishëm në promovimin e librave dhe kolegëve të tij, veçanërisht për ata që bënin pjesë në shoqatën Angazhimi dhe në klubin letrar Pena e Shkodrës. Nëpërmjet aktiviteteve letrare dhe recitimeve, Shyti ka kontribuar në rritjen e ndjeshmërisë letrare dhe kulturore në Shkodër, duke i dhënë mundësinë shkrimtarëve të rinj që të ndanin krijimtarinë e tyre dhe të kontribuonin në zhvillimin e një identiteti letrar shqiptar të qëndrueshëm. Luiz Shyti u ndërua me disa tituj më njohje nga shoqata adhetare Dukagjini dhe institucione të ndryshme kulturore, përfshirë titullin Nderi i shoqatës, Mirënjohja Martin Samaj dhe titullin Pishtari i Arsimit. Me propozim të shoqatës adhetare Dukagjini, Këshilli Qarku Shkodër nderon se pas vdekjes
me certifikat mirënjohje. Ne shem respekti për kontributin e tij të vyer në zhvillimin e arsimit, si mësues, drejtues i disa shkollave të Qarkut Shkodrës, por dhe veprimtarinë e tij të palodhur shoqërore, kulturore e kombëtare. Zoti Shyti ishte jo vetëm i mësues i përkushtuar, por një intelektual me vizion të gjerë kulturor e frym europian. Si sekretari i shoqatës Dukagjini dhe kryeredaktor i gazetës me njëjtin emër, ai dha zë idealit të bashkimit, zhvillimit e përparimit të Qarkut tonë. Në krijimtarinë e tij poetike, publicistike, studimore, Luiz Shyti dëshmoi dashurinë e thellë për gjuhën, për kulturën dhe për vendlinjen. Ai përkiste atij brezi idealistësh që besonin se përmes dijes dhe kulturës mund të ndërtojë një shoqëri më drejtë dhe më qytetëruar. Isha antar themelus i shoqatës dhe sekretari i saj dhe për 10 vjet drejtoi gazetën Dukagjini. Luigjin nuk kam bërë përpjekje të i fjalë mortore, por të shkruash një roman tanë për Luigjin është pak. E ke aktivist, intelektual, studios, publicist, vetëm në shtypin e kohës, një 400 artikuj, edhe në televizor dhe të juhet, ka qenë dhe ka dhanë i dhe tja. Pa ishte i shok i mirë. Kur them shok i mirë, i fjallës, i sinqert, këmbgullës, në mendimin që jepte, po dhe debatus, për më të mirën, në zjedhë, pa ishte i kompletu. Kam shumë zorë, kam malë, kam shumë nostalgji, kam shumë dhimje. Në vitin 1967, kur shkova për herë të parë në Dukagjin, u takova me Luigjin, dhe moqa shumë të mirë, mësuesat të mrekullueshëm, u bashkuan me gjystin e Martigjonit, një mësues të shkëlqyer, një çift që ka zëli jo Dukagjini, pa ma Shqipërinë. Kam nejë shpesh në Shkodër, në dalën pension, kena bërë aktivitete bashkë, por mresat dhe kujtimet e tia janë tanë jetën të pashlyme. Unë sigurisht më madhë. Unë kam kontribuar në familjen e tëne, në një përnosjes në punë, në mësuesi gjysës, Gjovalinit, e gjithë miqve të shamirëve. Ka dhe vllaun, Gjovalinin, komandantin, kënë moqa shumë të mirë nga gjela e thethit. Me të thënë të vërtetën, kam shumë dhimje, kam shumë malë, dhe kur kam pyet, dhe më ka marrë gjysë në telefonën tha, profesorë tha, Luigi na la. Pata shumë dhimje, para koshme, inshallah, shpirti ti pushon parajs, gjysëja me djemë me varza, kaloj njëtë lundën sa të këtë baja me Zoti. I përjeqëm qoftë kujtimi Luigjit. Mësuam që ke qenë mësuese në Dukagjin, në çfarë vitesh? Në 66, 67, 68 e në vazhdim pasaj atje, kam kenë në Breg Lumi mësuese, kurse drejtori i shkollën në Theth, në shkollën 8 vjeçare të Thethit. Atëherë ishte 7 vjeçare. Me Luigjin çfarë ju lidh? Me Luigjin më lidhin shumë gjana, se ishim dhe kolegë, edhe pasaj më vonë unë krijova një miqësi familjare me ta, një djalë që ka kontribu shumë për atë zonë, që ka dhanë maksimumin që mund t'jepte çdo njeri, edhe nga një familje mrekullueshme, u bashku dhe me një ish nxënësen time, Gjyste Martini, vajzën e Martin Gjonit, që ne e kishim atje dhe kujdesej për ne, vajzat e reja, se unë isha 22 vjeç, si të ishim bijat e tia. Do me thanë jemi njoftë dhe familjerisht dhe tanë. U piklova shumë për ndarjen nga jetat Luigjit, se jo vetëm familja që ndjen mungesën e tij, po edhe gjithë shoqëria dhe miqësia. Do të na mungoj shumë, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për atë zonë, dhe gjurmët e tij janë edhe me shkrim, po edhe verbal në gjithë atë ku ka lënë gjurmë Luigi. Luigjin e kam bashkëpunëtor në studime. Luigi, përveç se një familjar i mirë dhe një burr i mirë prej shale, ka qenë dhe një aktivist shumë i madh, sepse ka kontribuar shumë për evidentimin e vlerave të Dukagjinit,
me shoqatën Dukagjini dhe me gazetën Dukagjini, të cilën e kanë botuar rreth 250 numra me 24 faqe, kur mendon për shembull që Fajkonica ka punuar 11 vjet dhe ka botuar pak numra, kur mendon që Luigi me shokët e vet kanë botuar 250 numra dhe një gazetë vogël po me ngjyra 24 faqe, i ka bën një shërbim shumë të madh krahinës vet, ka ndërruar veten po ka ndërruar dhe krahinë e Dukagjinit. Unë kam bashkëpunuar me të sepse në atë gazetën e tyre kam bën disa artikuj për Dukagjinin dhe disa studime i kam bën, kam marrë dhe shumë dokumenta në Vatikan për Dukagjinin. Një pjesë e mirë, ose më thonë pjesa më kryesore, ala nuk janë publikuar. Mendojmë që në një të ardhme do të bijem dakord të i publikojmë edhe ato. Dukagjini ka histori shumë të lavdishme dhe është lanë në hije se zonë katolike nga pushuesi turk, është lanë heshtje edhe në kohën e komunizmit, si kundërshtar të komunizmit, dhe tash në demokraci duhet me nxjerr ato vlera, por nuk po punojnë njerëzit në shumë mas parase, mas bizneseve dhe nuk po investojnë për kulturën. Ndërkohë që Dukagjini ka histori të kaluar të ndritur dhe Luigi ka meritën sepse nëse dikush nga Dukagjini ka punuar më shumë, ai është Luigi. Të flas për Luigi Shytin më duket mjaft e vështirë. Ishte një njeri, një personalitet shumë i spikatën. Ishte në eri shalës i Dukagjinit dhe i malë Shkodrës. Kudo që shkeli, kam e ti, kudo që ushtrej aktivitetin e ti, ishte njeri shamullor, ishte një familjar, mi gjithaj mirë, ishte një shok dhe ishte bashkëpunëtor. Ishte kryeredaktori i gazetës Dukagjinit vite me radhë, ku me shkrimet e ti ngriti në pjedestal, ashtu siç është e vërteta, Dukagjinin, Dukagjinësit dhe marrë Shkodrën. Respekti i tij si mësues dhe si drejtor shkollet ka qenë i jashtëzakonshëm. Prandaj thash në fillim, është shumë e vështirë për cilin do që të flasin për këtë personalitet të Dukagjinit. I përjeshëm qoftë kujtimi i tij dhe ju falënderoj. Në radhë të parë, Luigi ishte një mësues shumë i mirë. Unë njoh që në fillimin e veprimtarisë së tij në mësuesi, ishte shumë serioz, i përgatitur. Në një farë mënyrë ka qenë gjithmonë i dallum, ka qenë dhe drejtor shkollët. Duhet të cilën e ka kryer me shumë sukses. Ka punuar në fushë dhe në mal. Kjo ka qenë cilësia e parë e Luigit. Cilësia e dytë e Luigit ishte se ishte intelektual. Ai me kompetencë fliste jo vetëm për fushën e arsimit, po në përgjithësi për jetën e fshatit, zhvillimin e fshatit, shumë kohë. E treta ishte, për mendimin tem, ka qenë edhe punojës shkencor. Veprimtaria e tij ka qenë vërtet shkencore. Unë e njoh të plotë gjithë veprimtarinë e tij. Ti lexosh librat e tij, janë libra që esin drejt shkencës. Ta dhosh më një herë kur ta lexosh, që është shkencëtar i mirë. Në këtë punë është marrë me malsinë, shumë i marxistë, së cilës i ka përkit, shumë seriozisht, ka qenë dhe marxor shumë i mirë, njëkohësisht. Dhe është marrë me mitologjinë, është marrë me folklor. Përveç kësaj, është marrë dhe me art. Pra, ka qenë dhe poet, ka qenë dhe prozator. Dhe për ta mbyllë, ka qenë dhe shok shumë i mirë. Luigi Shyti ka qenë njeri i përsosur, me nivel, ka pas një kulturë të papame, edhe me gjitha strukturat e arsimit në zonën e Shalës, Dukagjinit dhe Shkodrës, ku ka punu, ka lanë kujtime, mbresa, jashtëzakonisht të mëdha. Shembulli i tij, puna e tij, u ka vite që kam punuar me ta, edhe si mësues, edhe si koleg punët më vonë, edhe si drejtora, edhe gjithë shtafi i zyrës arsimore Shkodrës. Gjithë sot detyra e lezhës ka pas përshtypjet më të mira të madhe. Humbja e tij për familjen e tij, a një humbje e madhe, po një humbje edhe për zonën e Dukagjinit, si njeri arsimdash, ndryshues, edhe si një pishtar i përhapjes së dritës pikërisht në zonën e Malësisë dhe në Shalë. Luigi Shyti është një nga intelektualet më në zë të Dukagjinit. Ka punuar jashtëzakonisht shumë me shoqatën adhetare Dukagjini, ka drejtuar gazetën Dukagjini, domethënë, dhe
ka bërë mësim në gjithë jetën e tij, ka mësuar nxënës dhe ka bërë një punë shumë të mirë edhe në të fushën e arsimit, por si aktivist shoqëror ka qenë jashtëzakonisht i saktë, ka punuar shumë, ka qenë domethënë nër më të zgjedhurit e intelektualëve të Dugagjinit. Fatkeqësisht sot mlidhemi për ta përcjellë para kohë në botën tjetër. Sigurisht që të gjithë e përjetojmë me shumë dhimbje largimin e tij të parakohshëm nga kjo botë dhe do ta ruajmë të gjallë gjithmonë kujtimin e tij sepse është një njerëz që i meriton të gjitha, domethënë. Në radhë të parë të mos harrohet kur emri i tij. Lluís Shyti, për menimin tim, ka qenë një nga burrat më me vlerë që ka Dugagjini. Ai ishte një prin i shkëlqyer, një mësues i shkëlqyer, një drejtor i shkëlqyer, një shok i shkëlqyer. Unë me Luigjin e njoh prej 50 vitesh, nuk më ka të ku, se unë jam nga shosh, e kam punu gjatë gjithë jetës në shosh, ai ka punu në Sharë dhe në shumë vende të tjera si mësues e si drejtor. Por, kur ishte drejtor, edhe unë kam punu drejtor shkolle, më ka të ku që të rri shumë me Luigjin. Dhe për menimin tim, ka qenë një person i jashtëzakonshëm, një njeri shumë i aftë, një intelektual shumë i aftë, i shkëlqyer me në tavolinë, shoqëri dhe kudo. Ai kohët e fundit ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme edhe për shoqatën adhëtare Dugagjini, si kryeredaktor i gazetës Dugagjini. Për mua ka qenë një dhimbje jashtëzakonshme për familjen e tij, që e ka lënë një familje shkëlqyer i bashkëshortit mirë gjystën, për shoqërinë në mënyrë të jashtëzakonshme, po ka qenë për mua një humje madhe për komplet Dugagjinin, edhe për gjithë shoqërinë, por edhe për rrethin e Shkodrës. Ai po shoftë në paqë, Zoti i forcoj familjen e tij, i përjeshëm qoftë kujtimi i tij. Lluís Shyti ishte një humje për krejt Dugagjinin, ishte një njeri që e donte veriun përgjithësi, ishte shumë familjar, ishte shumë tolerant. Sot njihemi emocionuar dhe i shqetësuar për vdekjen e mikut, shokut, kolegut ton Lluís Shyti. Sot gazeta Dugagjini është veshën zi, sepse humbi një nga bashkëthemeluesit, editorialistin, një nga kryeredaktorët dhe një nga intelektualet më të afirmuar të shoqatës sonë në lamën e etnografisë, historisë, studimeve kulturore. Humja e Lluís Shytit është diçka pikëlluese, e papritur dhe e parakoshme, pasi kishte projekte të tjera për të ardhmen. Botimet Dugagjinase pa botimet e Lluís Shytit do të ishin të mangëta dhe të paplota. Studimet etnografike, pa shfrytëzimet etnografike të Lluís Shytit do të ishin si zgjedha pa krip. Një nga studimet e tij që ndoshta mund të jetë edhe botimi i jetës tij është Dugagjini, udhtim në shekuj. Ai provoi të gjitha llojet e zhanrave të letërsisë, duke filluar nga poezia, ku një vend të zënë lirikat e tij mjaltore, ku shquhet vëllimi më e mira në tek borës. Levroi edhe gjenin e romanit, ka botuar romanin e fundit, cili akoma nuk është promovuar dhe na vjen keq që nuk po arrin të jetë në promovim për së gjalli. Gjithashtu ka botuar dhe qenë ideatori, arkitekti dhe realizuesi i seminarit shkencor arsimi në shekuj në Dugagjin, i cili sot është plotësisht në dorën e lexuesve. Lluís Shyti ka punuar për vite të tëra në fushën e arsimit, në fushën e kulturës, ka punuar pa i bën reklam vetit në heshtje, edhe vazhdimisht duke evidentuar vlerat më të mira të Dugagjinit dhe të Shkodrës. Lluís Shyti i ka bërë një nder krahinës e tij nga rrjedh. Sot patjetër që ati do t'i dalin përpara Daniel Gjeçaj dhe të thotë mirë se erdhe, por ndoshta ardha e tij nuk e bën në qef, sepse
punën e Daniel Gjeshajt. Luigi vazhdoi më mirë se askush tjetër. Luigi ishte një nga penat intelektuale dhe intelektualet më të afirmuar të Dukagjinit, të Shalës e të Thethit, po si po, humja e tij na ka mërzitur të gjithëve, sepse kemi 25 vite që punojmë së bashku. Ai ishte një nga kolonat e shoqatës zotëtare të Dukagjinit, edhe jemi njohur për para 25 vitesh, më përpara kam njohur vetëm vizualisht, dhe na ka bashkuar vetëm interesi intelektual, shkencor, vullnetarizmi, pasi qëllim tjetër. Edhe Luigi ka qenë sekretar për 2 dekada dhe një nga shkaktarët kryesor të sukseseve që ka arritur shoqata jonë në shumë aktivitete, prestizhin që ka arritur, një shoqatë e cila ka arritur të depërtojë në qytetin e Shkodrës, e cila është qyteti i kulturës, ku kultura është jetë, por gjithashtu nëse nuk prezantohesh me identitet, ka edhe hendeqe edhe prita si që rrjedhin nga fundamentalizmi dhe but kuptimit e ndryshme që kanë mjellë pushtuesit e huaj dhe politika. Ishte shok i mirë, ishte familjar i mirë dhe kishte vlera qoftë në ambientet ku ka punue e jetue, qysh nga fshati ku ka linë, se unë jam edhe një Thethit, këtë kam nga nana e tij Kushënji, edhe kam emocione që nuk mundem me thonë, se zi që me thonë ma parë për tonë. Di vetëm i vërejtje kom për të që ne iku para kohët. Aja është punë e Zotit që ka falë ato, ne ka falë gjithët. Aja kjo është mirë me Zotin, inshallah kanë jetën e lumtur, e të mirë, familja e fëmijët e tij edhe i përgjasin. Ne mund të flasim me orë tëra për vetëm tregin dhe jetën e Luigi Shqytit, por duhet të ngushëlloj familjarët dhe miqtë dhe shokët e Luigi Shqytit, i përjetshëm kujtimi i tij, u prehet në paqë. Luigi do të na magoj jo vetëm familjes, por edhe shoqërisë. Ai ishte një formuar si person me formim të gjithënshëm. E donte jetën. Ishte krijues, ka shkruar 7 libra, le që ka botuar me qindra artikuj në gazeta, jo vetëm të shoqatës tonë, që ka qenë edhe themelues që në fillim, ka qenë edhe sekretar, po ka qenë edhe kryeredaktor. Luigi do të jetojnë gjithmonë në zemrat tona, paktën për ne që e kemi njohur, edhe do të jenë një model për jetën, për punë, një veçantë për armatën e mësuesve që është tani. Ka vite që bashkëpunojmë me shoqatën Dukagjinit dhe Luigi gjithmonë ka qenë pjesë e bashkëpunimit me ne dhe me shoqatën adhetare Dukagjinit. Për ne është një humbje shumë e madhe, sepse maturia tina, urtësia dhe vizioni tina për bashkëpunimin, jo vetëm për në 2 shoqatat tona, por edhe për Dukagjinin, për Shkodrën, përgjithësi për shqiptarët, ka qenë shumë i madh. Ka qenë një ndër themeluesit të shoqatës, por edhe ku kemi filluar bashkëpunimin, ka qenë ai kryesori që na ka nxit, na ka motivu që të vazhdojmë bashkëpunimin, të kemi kontaktet si në kulturë, në gjitha segmentet e jetës. Në emën të shoqatës dhe në emën të gjithë anëtarëve të tjerë, nga trojtë etnike, sepse shoqata jonë shtrihet edhe në Malësinë e Madhe, në Tuzë, Kosovë Lindore dhe në pjesë tjera, i shprehi ngushëllime familjes së Luigjit. Luigi pas dritë u preft në paqe. I përjetshëm kujtimi i tij dhe dëshirojmë që veprat që ai ka lënë të pasohen brez pas brezi dhe emri i mirë i tij të kujtohet vazhdimisht dhe jo vetëm në ditë të tilla përkujtimore, por sa herë që i referohemi zonës së Dukagjinit edhe më gjerë, pasi ishte një intelektual që e ka nderuar pikërisht këtë zonë, por jo vetëm atë gjithë Shqipërinë. Dhe ne do të kalojmë në një temë krejtësisht tjetër, në një temë që dashur pa dashur në emisionin Aromë Shkodër, pavarësisht se ne kemi edhe një emision paralel Pushos Shqiptar, që disa mund të mendonin kozita, po pse nuk e kemi tek transmetimi tjetër, por ja që i shkon një emision të tillë siç është Aromë Shkodër, sepse nuk do të udhtojmë së bashku me të, por do të marrim një përshtypje të udhëtimeve të pafundme që ai bën. Tani ju mund të thoni, nëse ke ftuar një njerëz që udhton, ne njohim shumë të tillë. Por unë kam ftuar një personazh
që është mjaft i njohur jo vetëm për ata që udhtojnë, po për gjithë shqiptarët, dhe jo vetëm atje ku ai vepron, jeton, kryen dhe misionin e tij, por kudo ku janë shqiptarë dhe jashtë kufive zyrtar të Republikës së Shqipërisë, pra atje ku janë trojet shqiptare. Sepse takimet e vazhdueshme, karakteri i tij patriotik e kanë evidentuar dhe e kanë bërë një figurë shumë të vlerësuar. Ai njëherësh është edhe klerik, një klerik që udhton, dhe i kemi bashkuar këto të dyja bashkë për i bërë ftesën dhe për të ardhur në emision Arom Shkodre. Mirë se erdhe, Dom Gabriel Grabanica. Mirë se gjeta, përshëndetje për ju edhe për gjithë teleshikuesit. Të gjitha takimet kanë qenë në mal, në ujvara, takimet të rastësishme, jam habitur gjithmonë me faktin, unë udhtoj, por ndoshta ju mbani rekorde në këto udhime dhe fakti që ju kam parë vazhdimisht më shkryva përshtypjet që nuk ndalesh asnjëherë. Po shumë udhime, shumë takime, ashtu sikur se thatë ju, që më në fund jemi edhe në studio, këto edhe në televizionin e juaj. Udhimi më i fundit kur ka qenë? Ishte 3 ditë më përpara. Domethënë, kështu gjithmonë, nëse unë të pyes kur çdo 3 ditë ka një udhim? Jo, çdo javë gjithsesi. Domethënë, 1-2 javë janë domosdoshme, pastaj varet prej kohës time të lirë, prej aktiviteteve dhe angazhimet mia që kam si klerik, si meshtar, dhe më varet çka gjej përmes grupe dhe organizatave të cilat udhtojnë për Alpet o Tryre Shqiptare. Më pëlqeu shpreha që the domosdoshme. Që do thotë domosdoshme për shpirtin tuaj, apo e domosdoshme për punën tuaj? Se njerëzit nga njëri përzien këto të dyja vendosin punën të parën edhe shpirtin të dytin. Janë të ndërthurura, por gjithsesi ecjet e mia kanë edhe këtë aspektin shpirtënor, e pastaj këtë çka mbledhi unë si nektar nëpër Alpet shqiptare, kur kthehem kam vullnet, energji dhe më tepër frymëzim për millon të tjerëve ata që mu më përket gjatë punës time si meshtar. Kështu që është vërtet. Dhe për të marrë atë përgjigje para 3 ditëve, ku ishit? Kemi bën ngjitje në Gjallicë. Ajo është kontakti i parë kur hymë në territorin e Shqipërisë, kur hymë në Vermicë, në kufimin e Kosovës, po e shohim një herë na përshëndet, po në kthim pas zbresim drejt kufinit, është gjithmonë ajo e cila na buzëqesh në 4 stinët e vitit, kështu që ishte ideja. Dhe atë plisin e bardhë ka vazhdimisht më duket, edhe gjatë stinës së verë, sepse lartësia e Gjallicës është... Këtë herë ka pas, sepse kjo bura surprizë e vjeshtes, ka bon që ajo ta ketë plisin, edhe pikërisht për këtë festën e 28 nëntorit është me plis, po ajo gjithmonë ka qenë me plis, edhe ishte kënaqësi që në kohë vjeshte, me një natyrë të mrekullueshme, sikur se janë gjitha majet e Tryre Shqiptare, Alpe Shqiptare, edhe Gjallica na ka tërhequr aq shumë. A ka mbetur ndonjë maj shqiptare pa ngjitur? Ka shumë. A ka shumë? Ka shumë. Që do thotë që Shqipëria është shumë e bukur, apo ju nuk e keni udhëtuar ai shumë? Shqipëria është shumë e bukur, ka secila maje, secili mal, secili fshat është i bukur, është e pamundshme për 100 vjet me i përmbledh gjitha bukuritë që i ka. Kështu që ne po tentojmë, por nuk kemi të sigurt se arrim. Ne shihim gjitha. Teleshikuesit që na kanë ndjekur nga fillimi, domethënë momenti i prezantimit, sigurisht dëgjuan fjalën meshtar. Edhe fotot tashmë që dalin e evidentojnë nga bëjnë shumë më të qartë. Ndërkohë që ju në studio sot keni ardhur në mënyrë më sportive dhe na kujtojnë këto filmat, që organizojnë meshtar që janë një çik më trendy, më modern. Si zgjodhet këtë rrugë? Jemi shumë kureshtar. Nëse nisim që nga vendlindja juaj, pastaj dëshira për të hyrë në këtë rrugë. Po, si një djalë i moshës 12-13 vjeçare, që kam frekuentu kishën rregullisht, natyrisht kam shërbyer te kisha, kam qenë aktiv në të gjitha etapat, në farë momenti edhe mu më ka pëlqy, edhe ky pëlqim është shndru dal nga dale në vullnet, në kuptim, ma vonë edhe një qëllim i jetës i cili është realizu, natyrisht një rrugtim i gjatë, pa tjetër, me shumë sfida, me shumë të mira, me shumë bekime, me shumë sakrifica, kështu që kam rrinë deri te ajo ditë që unë jam edhe shuguru meshtar. Thirrja është një po zonit hynor, pastaj gjatë rrugës formohesh, forcohesh,
edukohesh, e gjitha ato shkojnë bashkë edhe më në fund e din se për një men keni thirrjen meshtarake. Vendlindja juaj? Vendlindja ime është një fshat i vogël në qytetin e Klinës, fshati Shtopel. Në histori diçka të jashtëzakonshme nuk ka, i lindum i rritun si tana familje shqiptare. Në Klinë kemi qenë me emisionet tona, kemi realizuar dhe atje një emision, po si duket që kemi afru vendlinjes, por nuk e kemi ditur që do t'ju kishim në studio, se me sigurit do t'kishim bërë dhe një ndalesë aty. Te festivali Muj Krasniqi e kemi përsjedhur që realizohet vazhdimisht është një traditë e bukur me datave 6 dhe 8 qershor që bëhet në Klinë. Bashkia Klinë që organizon Ishte një ditët e Muj traditë, Krasniqit. do më thënë çështjet e besimit, kishte dikë tjetër që ju frymëzoi se zakonisht kur kemi pyetur meshtarët, janë rritur në një familje që kanë nxjerrë figura tjera klerikësh. Jo shumë, jo, nuk e kam këtë eksperiencë, gjithsesi jam personi i parë prej fisit tim që jam meshtar, kemi edhe një marrëgjesh, kështu që jemi 2. Si tana familjet, gjithsesi nuk ka në histori tjetër të veçantë përpos dashnisë për fen, dashnisë për Zotin, dashnisë për kombin, me shërby kombit tem edhe njihemi i realizuar dhe jashtëzakonisht komod. Më pëlqeu që para se të hyrim në studio, kur unë ju avura në dukje faktin që ju thoni, ju me herë tha që ka dhe klerik të tjerë që u thojnë dhe në bisedë sipër përmendëm atë Aleksandër Tanushin, i cili sot gjendet në Gjakov, e herë pas here përpiqej të bënte disa udhime duke u bashkuar rinisë pavarësisht angazhimeve të tij të shumta. Po besoj ka dhe klerik të tjerë që u thonë. Ka shumë, gjithsesi ka shumë. Kur e thoni ju shumë, më bëhet asa unë pra. Pastaj klerik të themi ashtu të shekuj më përpara, këto udhime i kanë bërë për një qëllim tjetër, duke mbledh franceskanët kryesisht e ka realizuar këtë. Prozën, poezinë. Po, duke krijuar dhe ato fjalorthët e vegjël apo ditarët, dokumentet e para të shkrimit të shqipe si në një ditar në gjuhën latine. Falë tyre, lëvizjeve të tyre, shtektimet të tyre, prezencës të tyre në për çdo fshat të tyre shqiptare, i kemi ato që i lexojmë deri edhe te Lahuta, Malësis që ka jashtëzakonisht nektar të pashtershëm për gjitha të rreva shqiptare. Është e vërtet. Nuk e fshehim dot edhe karakterin patriotik që keni, të vazhdueshëm. Kjo evidentohet edhe në simbolet tona kombëtare. Pa i binomi famshëm, feja dhe fe është i pa imagjinueshëm për një klerik edhe për një meshtar shqiptar, kështu që historia ka tregu, ne jemi vetëm ata që vazhdojmë me trashëgu traditën, vazhdojmë rrugtimin tonë, jemi dedikuar për atë çështje, nuk ka kompromis, esim përpara gjithsesi. Alternojnë bukur të dyja, edhe misioni si meshtar, por edhe udhëtimet. A ndihmojnë njëra tjetrën, e frymëzojnë, çfarë impakti, çfarë ndikimi mund të kenë? Po patjetër, thash edhe lëvizjet, ecjet, ngjitjet janë një meditim, një kontemplim mes atyre që ka krijuesi. Ato i marrim në jetën tonë përmes edhe oksigjenit, përmes ajrit, përmes bisedave me grupe, me njerëz tjerë, e gjitha ato i ndrojmë pastaj në një meditim, predikim apo edhe eksperiencë tonën personale në raport me njerëzit e cilët nganjëherë vinë për tregu shqetësimet e tyre, ankthjet e tyre, vujtjet e tyre, edhe ne kemi mundësi edhe përmes këtyre lëvizjeve t'ju japim një mesazh qartë mirë se jeta është e bukur gjithsesi. Qartë. Momenti që unë gjithmonë kam pasur dëshirë t'ju kisha qoftë një herë të vetme në studio, është kur përmes postimeve të ndryshme apo dhe kronikave televizive që u shfaqen, ju bët një udhim mes Borës, edhe keni shkuar në Curaj Tepër. Po, ishte një ndër... Një kishtë vogël në për 5 banor që ishin atje. 3. A 3 fare ishin atje dhe ju shkuar për ata 3 banor, ka që më duke për Krishtlindje. Jo, është festa e Shmasjanit, 19 dhe 20 janar. A, ka që në janar. Tradicionale. Ka kaluar pa kohë dhe mund të kem haruar. Dikur kur lulëzëntesh ai fshat me rreth 800 banor. A, dikur ka pas 800 banor dhe janë larguar për shkak një jetë më të mirë diku tjetër. Po, vështirësive ekonomike, infrastrukturore etj. Në janar, imagjino Bora atje, po si ja keni bërë për të shkuar? Po, kemi shku aty në gjurmeve që kanë shku mysafirët kur dikur festonin atë festë dhe shkonin nga zonat e Dugagjinit, Tropojës, Nika e Mërtur për festën e Shmasjanit, kanë shku mysafirët e miqt që kishin në Curaj Tepër. Kështu që prapë edhe kjo nuk ka diçka jashtëzakonshme, ishte e veçantë për arsye se
Kushtet atmosferike ato ditë ishin pak më të vështira, kishte rreshje të dendur të shiut, projet të forta që binin nga malet, pastaj kthimi ishte i domosdoshëm nga currajt për të kthyer në veprimtarinë dhe punën tonë, është dashur mi kalu ato rreziqe. A s'ka rrugë makine, ja sqarojmë të gjithë televizionistëve, a s'ka rrugë makine deri ku keni shkuar ju? Rrugë makine në 2018 është hap një rrugë makine që është vetëm verore, sezonale, vetëm për 2 muaj edhe ato me për shkak të ujrave. Ja, absolutisht, edhe për shkak të ujrave, bora, menalësia mbydetare është e pamundur vetëm. Mund të rrezikohet jeta aty? Shumë. Po. Ju a detyroj, e thënë ndryshe, se ndoshta nuk gjej termin e duhur, kisha që të shkonit apo e zgjodh vetë? Pa është ashtu në angazhim tash 6 vite që unë si meshtar, qysh kur jam taku me fshatin Curraj, qysh kur kam shku për herë të parë, pastaj duke ndëgju historinë e atij vendi, duke pasë e shkru edhe posi kreshnikëve një pjesë e mirë e tyre në atë fshat, duke pa një fshat që është më i veçantë në Troja shqiptare, duke ndëgju për festen dhe traditin që kanë pas, që kanë ardhur miq nga viset e larta më shumë se 1 metër borë, se dikur përpara ka rënë shumë më shumë borë, rrugtimi ka qenë më i rrezikshëm, pastaj kushtet atëherë kanë qenë për udhtim shumë të vështira. Atë kam vendosur edhe unë çdo shmasjan të jam prezant atje si një lloj rikujtimi, meditimi, reflektimi, falënderimi për rezistencën që kanë bata njerëz në ato kushte. Kemi shku 7 persona, por kemi gjetë 3 atje që kanë nejtë edhe dimrit. Tashti edhe një ka kalu në Mshem, kështu që nuk e kena më Markon atje që na ka prit, që ishte plaku i fshatit, me thonë ashtu, sepse ishin 3 persona. Dhe ata 2 persona vazhdojnë dhe rrinë akoma, apo kanë lëvizje? Me raste, nga njëherë po, nga njëherë jo, por jo. Për shembull vitin e kalum, sepse ka ndodhur para 2 vite, por vitin e kalum kanë qenë 0 banor. Vetëm ne musafirët, shtektarët që kemi shku. Në atë mrekullitë dhe në atë parajs të jashtëzakonshme. Pikërisht. Ne do të flasim edhe për udhëtime të tjera, por këtë e sodhëm si pjesë të sakrificës, ajo është pasion punë, një herë është mision që është bërë. Ne shikojmë dhe fotot e tjera dhe edhe luku veshja juaj në fotografi, vendosja e një çall me të kuqe, më kujton malësorët një herë një kohë. Ka ndonjë domethënie apo vetëm thjesht për të mbrojtur nga dielli? E kam kujtim atë shami, është shami mbi 50 vjeçare. Kam kujtim nga Agron Plumbaj që njohim gjithë. Muzikantin dhe folkloristin mirë njohur. Që jeton në tu, se përshëndesim këtej, edhe vllajën e tij, Antoni, Antoni që është me Malsi Adventur. Po, aty jap kontributin tem tash me Antonin, Agronin me muzikën e tij i shfaqi gjithmonë videot e mia. Edhe kam shamin e kuqe tipike malësore, origjinale, dhurat nga dhe e ruaj me shumë xhelozi, edhe përdorin disa raste e vejnë krye dhe ecin e për Trojën shqiptare. Okej, ndërkohë dhe veshja juaj, jeni mësuar tashmë me këto udhëtime, tregon një person që ka eksperiencë në udhëtime të tilla. Kë udhëtim mund ta referonim për gjithë teleshikuesit si ndër më interesante që kanë lënë gjurmë në jetën tuaj? Në Trojën shqiptare, në majet e Alpeve shqiptare, secila vetvete ka një histori të vetën, të veçantë. Janë shumë ta histori, s'dija muj me i veçu, por curajt e epërm janë ajo dashnia e madhe për fshatrat, për katunet shqiptare që janë në malet e thella, në viset e thella, natyra, originaliteti që ato kanë. Ato çdo lëvizje ose çdo tim që bajnë në Curraj, po thuj se 5 herë dhe 6 herë mrena vitit, është i veçantë, pastaj dihet Lepusha, unë e quj princesha e Alpeve shqiptare, Maja Vajushës që është bukuri, sa herë shkoj duket se jam për herë të parë. Vërtet, Maja Vajushës pa. Edhe tash pas këtij emisioni jam në rrugë për Lepush. E zgjidhni gjithmonë vjeshtën atje? Jo, i zgjedhë 4 stint. Po, kjo foto që sa po iku, ma të lullet Bojlil, është bërë në Dibër, apo jo? Po, është në Dibër, por nuk është foto imja, jo. Okej, kemi marrë ndoshta... Por është e bukur, po. Po, s'ka mujtë mos me marrë, por e përshëndes edhe fotografin. është një mrekulli e realizuar zona Dibrës. Por kjo është me tregu bukuritë e Alpeve dhe nuk muj me veçush gjitha. Nëse e shofim këta
themi se është më e bukura, por ka dhe qindra tjera se cila është e bukur e më e bukur. Në këto udhime krijoni ndonjë koleksion apo diçka e tillë nga këto për shembull, aty ku ju jetoni, fare mirë mund gjejmë ndonjë muze apo mjaftoni vetëm me fotografimin e këtyre vendeve? Tash për tash është muze personal, nuk kam diçka të ekspozuar, por kam koleksion të gurëve, gjithë gurt ose gjitha majë që kam marrë ka një guri, është diçka të vogël. Fotografitë zakonisht në Facebook jam përdoruesi i Facebookut, mas shumti, Instagram shumë pak, por vetëm në Facebook jam më shumë. Po, ndoshta brezi jonë jemi shumë aktiv në Facebook. Megjithatë, aty është një promovim rekord i këtyre zonave. Nëse unë po e them edhe për gjithë teleshikuesit që janë duke ndjekur, nëse dëshironi të zgjidhni një vend ku të shkoni, klikoni në Facebook Dom Gabriel Grabanica, atje do të gjeni të gjitha vendet se ju i vendosni dhe një dedikim, edhe një përshkrim anash. Kështu që aty ja ku e keni koleksionin, jeni një promovues jashtëzakonisht i mirë i natyrës shqiptare dhe për këtë ju përgëzoj jashtëzakonisht. Nuk e di nëse keni patur mundësinë ose dëshirën për të bërë edhe qoftë edhe një ekspozit të bukur. E kemi obligim se gjanat e bukura t'i promovojnë, sepse Shqipëria, trojë shqiptare janë të bukura, po. Po, kam bashkëpunu me dikur shëqatën Labeadve, se me thonë kam pas dëshire, kam dhënë një kontribut që me ekspozu fotografitë e natyrave, të fotografitë e Alpeve, sidomos shqiptare, edhe të ambienteve të ndryshme në për trojë shqiptare. Pastaj edhe me persona tjerë, po personalisht ende se kam mendu një ekspozit, do shta në të ardhme një album ashtu me fotografi edhe me të natyrës. Në këto lëvizje, keni vënë re një shpopullim? Ju e përmendë pak më përpara dhe datë një shembull konkret që është Surra e Jepërm. A shpopulluar Shqipëria? Pa tjetër. Unë jetoj në një zonë ku e kanë vujt shpopullimin, do më thonë Ulqini me rrethejnat, zona e Krajës, Shëstanit, Reqi, Shëngjergji, Klezna, gjitha këto fshatra, dikur me qindra mija banor, sot ka fshatra që janë me 0 banor, vitet 70-ta, 80-ta, ka ndodhur një eksod atje i shpopullimit të zonave rurale. Njëjtën gjë po përjetojmë edhe Shqipërinë edhe Kosovën, patjetër se në secilin fshat që shkojmë, 2 herë, 3 herë dallohet diferenca mes banorëve, për herë më pak banorë. A gëzohen ndonjëherë kur gjeni 1 apo 2 banor? Gjeni një burr të moçëm, i cili ashtu ka pas rrethana ndonjë të smur, nuk ka pasur mundësi të largohet, ka mbetur i vetëm atje. A gëzohet kur ju shikon? Po si nuk gëzohet, sepse ai ka jetuar në një periudhë ku kanë vlu fëmija, rinia në ato fshatra dhe pastaj shumë shpejt ka ardhur ekstremi tjetër, domethënë prej qindra banorëve, mija banorëve në pak banor ose në 0 banor. Shembulli më i qartë është edhe prapë po kthehemi Currajt, po jo vetëm Currajt, po edhe... Mund të ndryshoj kjo realitet, si ju duket? Mund të ketë një rikthim të emigrantëve, apo ju duket shumë e vështirë se ende nuk janë kushtet që atyre t'ju garanton baza minimale? Ndoshta emigrant, ndonjë person edhe mund të kthehet, por se besoj shumë, ma shumë besoj të këta që kanë dalë për qytetet, që kanë zbrit nga zonat rurale në qytetet të mëdha. Pra këta mund të kthehen? Janë mërzitur me qytet, e kanë pasë qyteti nuk jep gjithat parajs që kanë imagjinu, edhe mund të kthejnë mrapa pastaj. Ju ka ndodhur të shkoni në një fshat që nuk ka njerëz, po ka shtëpi shumë ama. Shtëpitë janë shumë të bukura, janë luksoze. Janë shtëpi që hapen një në 2 vjet apo 3 vjet fal emigrimit. Po, pjesa e Krajës, pjesa e Malësisë, pjesa ka shtëpi bosh për të realizuar filma me fantazma. Me shumicë shtëpia, jo vetëm sa dush, po. Çdo lagje është pothuajse plot me shtëpi që janë të mbyllura, që vinë nga njëherë prej emigrimit që kanë ndërtu të re, pastaj ato gjysmë të rënuara, pastaj gjitha të rënuara, e kështu me radhë, ke gjitha llojet edhe ngjyrat e Ju që dha ndonjëherë ndonjë mesh ku dikur e keni pasur kishën plot, por tashmë s'ka banor për të ardhur. Po, në shumë vende. Ndodh. Patjetër. E mbani meshën dhe me 2 persona apo? Edhe me 2 edhe me thonë ashtu vetë unë pa persona, por kur shkojnë ato zonë natyrisht se marr një grup gjithmonë, 1, 2, 3, 5, po një makinë ose një fugon edhe pastaj e thoj meshën. Pjesa e Krajës, se ne jemi përgjegjës me dioqezën e Tivarit, për shembull në Ljarë janë 5-6 persona,
në fshatrat për rreth Ljarës që ka qenë dikur edhe rezidenca RGP-zhvit, ka 0 banor, janë kishat, pastaj një vizit në kohë të krejshmeve apo të ardhes, ndalojmë aty, tham një mesh, duke kujtu të kalumen që dikur për në men ka pas A ju ka qëlluar ndonjëherë që të mbani mesh ku nuk ka as kish, por mund t'jenë gjurmë dhe një kishet vjetër? Po, dhe ato, por natyrisht jo shumë, por ka disa raste, pa tjetër, pa. Nga fakte ndryshme, duke lundruar gjithmonë në aktivitetin tuaj dhe duke parë informacionet e shumëta, shumë të lidhur me fëmijët. Në organizimet të ndryshme, për shumë Udha e Kryqet, rini ishte, e gjithë pjesa tuja këtu sërish, dhe me thënë keni një impact fantastik. Do me thënë, i shohim shumë herë klerikët që i përfshin fëmijët në lojra, në organizimet të ndryshme, në udhime, për shumë klerikët përmend tu Do Marian Generation që ka realizuar grupimin e skautistëve. Ndërkohë që ja prap, kudo rini që i organizoni ju, është një angazhim? Është misioni ynë, është detyre jona, ne edhe kemi një kohë prej të hanës deri të premten, një kohë pak më të lirë që organizojmë, japim mundësi për pos shkollës dhe gjanave të cilat i kanë të përditshme fëmija, të kenë edhe diçka plus në aktivitete që ne i ofrojmë si kish, sipas mundësive, shëtitje, aktivitete sportive, kampe verore. Kohët fundit natyrisht me fëmijë dhe me rini, gjithsesi ata që mu më pëlqen edhe kam pa dobishme për shëndetin tem, edhe fizik, edhe shpirtënor, është edhe ecja natyrë, pasi që i kemi këto mundësi, edhe kemi natyrë, Zotin e ka dhënë gjitha mundësitë e natyrën e bukur, pse mos t'i marrim fëmijët me nxjerr pak prej atij programit të ngjeshur që kanë gjatë javës në shkollë. Atë t'i largojnë disi nga celulari, duke... Ajo edhe një motiv më i mirë, nga njëherë i gjejmë me qëllim ato fshatra që nuk ka rrjet social, që nuk ka internet, që nuk ka as rrjet telefonik, edhe shkojmë atje, mjafton një ditë. Atje shijojnë, janë aktiv natyrë. Po patjetër se pastaj i gjejnë lulet, gjejnë bimë ndryshme, gjethe, fillojnë të hulumtojnë, hekin syt nga ekranet e telefonit. Edhe kënaqem kur është ashtu. Okej. Më ka qelluar në disa udhime që kemi bërë, kur unë kam marrë një informacion, ju keni qenë shumë i vëmendshëm dhe keni ndërhyrë me shumë lezet duke thënë që shikon nuk është kështu. Po është kështu. Pra, në udhime që bëni, jo vetëm ecje, kam përshtypjen që ju edhe hulumtoni, të dini historinë, të dini faktet, dhe t'i përçoni ato ashtu si që janë, të pa fryra, sepse na kap ky lokalizmi nga njëherë dhe dëshirojmë, gjitha vendet t'i zmadhojmë ngjarjet dhe dukurit. Po, bash një udhtim edhe mos të hulumtosh për atë vend, për atë mal, për atë fshat, është e pamundshme. Pastaj më tepër kuriozitetit që të hulumtosh arkivat, bibliotekat e ndryshme, gjanat të cilat lidhen me atë zonës, me atë fshat, është domosdoshme, kështu që shtohet ditunia, mundësi e mirë për me ditë më shumë për atë vend, jo vetëm për me pa bukurin, por atë bukuri që ja ka dhënë Perëndia, gjithsesi në brenda saj e ka një histori. Fshatrat edhe qytetet, por fshatrat e zonave malore janë plot e përplot me histori, plot e përplot me tradit. Ato duhet me i nxjerrë, me i vunë pa, sepse janë një pasuni kombëtare që ju duhen gjithë dhe tjere pasazhet tanë cilët ma vonë kanë me shiju, ose kanë me lexu përmes shkrimeve tona, fotografive tona, kanë me ditë për mi gjithë, sikurse ne informohen nga shkrimtarë. Mbani shënime? Jo shumë, po në internet. Ndoshta në një ditë po secili ka një ditar personal. Mund të botosh diçka dhe të bësh me gjitha udhime, sepse i jashtëzakonshëm në lëvizjet e pafundme që bën. Po ata që kanë shkruar për trojet shqiptare që nuk kanë qenë ndoshta shqiptarë, dhe ata kanë ardhur dhe kanë bërë një shëtitje, përmes kësaj shëtitje kanë marrë një shkrim dhe ato shkrime tash ne i përdorim si një lloj informacioni për shumë gjëra të cilat ndoshta si kena ditë më përpara. Edith Dorham apo Nopça apo ka shumë tjetër, Baldaqi apo janë shkrimtarë të cilët kanë bërë rrugtime nëpër këto treva, kanë lënë diçka të shkruar dhe ne i furnizojmë me shkrimet e tyre për me ditë diçka më tepër për atë vend.
Në udhëtimet që kam bërë her pas here, më ka qelluar që të jem në rënoja të disa kishave të cilat kanë pas një histori shumë të hershme. Edhe në zonën e Gryemirës nuk po më vjen tani në mendje një kish apo kala që është shfrytzuar që në kohën e Skënderbeut. Por gjithashtu dhe vende të tjera, mjafton të përmend këtu ishullin Shurdhahut, Shasi. Shasi është i pari. Para një jave ne kemi pasur edhe një emision të ciklit tjetër Pusho Shqiptarqe, ku flitet se kanë qenë 365 kisha, por janë lërë në mëshirë të fatit. Duke ndoshta pa hyrë në një analizë shumë të thellë, sepse dua që të flasim për udhëtimet. Sa herë që ndaleni në udhëtime të tilla dhe shikoni gjurmë kishas, a mendoni se janë lënë pak në harrezë monumentet e kulturës si brenda territorit të Shqipërisë, edhe si aty në trojët shqiptarë brenda kufijtë zyrtare të Malit të Zi? Pa llogaritur që atje, janë edhe çështjet e asimilimit të shqiptarëve, domethënë një heshtje dhe indiferentizëm total. Po dhe këtej, brenda teritorit shqiptar, nuk ka një vëmendje të theksuar për rimën këmbje në këtyre kishave dhe lihen në dorë të kishës që ajo me buxhetin e saj, ndërkohë që me sa jam informuar nga viti 2010 e mbrapa, kisha nuk ka më ato buxhetet për të investuar në godina ose në shtëpitë të Zotit realizuar. Shumë mirë ke bani përmbledhje. Fatkeqësisht nuk jemi të kënaqur me mirëmbajtjen, konservimin, ruajtjen, identifikimin, nuk themi rindërtimin për t'i vënë në përdorim, por si monumente kulture, se ndikojnë edhe në aspektin turistik. Kena me ngritë vedijen e popullatës, njerëzimit që kanë me bukur se kanë marrë dhe tjerë të kanë me bë vizita, është një pasuri e gjithëve. Fatkeqësisht, po do të me thonë se nuk kemi të kënaqur me mirëmbajtjen e monumenteve. Si ato që janë ende në tokë, ndoshta kanë herë më mirë ato që janë krejt në tokë sepse nuk kanë mësuar degradimin, por ka ato që janë mbi tokë, kishat mesjetare apo edhe më të hershme gjithsesi, që kanë mësuar dëmtim, edhe nga faktori njeri nganjëherë, por edhe nga faktori kohë, shiu, bora, akulli, gjitha ato. Na dhan shpirtin nganjëherë sepse kena dëshirë ndoshta me bën diçka, nuk është e mundshme edhe për në aspektin e financiar, po edhe burokratik të lejeve, dhe vazhdueshme. Po, prona kuj, kush është, kush e menaxhon, kush ka më kanë pronari pas staj e tjera. Është një përzimje shumë në këtë pikë ju kuptoj sepse edhe në kisha e Vermoshit që dëshirojnë ta ndërtojnë nga e para në oborin e kishës ekzistuese, ka një kalvar shumë të gjatë për anë qoftë arritëm në fund lejen pas kapërcimit të disa procedurave gjyqësore. Ka një pengesë nga bashkia, tashmë nuk jepet leja për ta ndërtuar, ndërkohë që fondi është grumulluar nga diaspora dhe nuk po i kërkohet shteti për ta ndërtuar, ndërkohë që është edhe brenda territorit të kishës dhe nuk jepet leja. Dhe ka mbetur sa janë hedhur themelet, domethënë, as nuk është ajo që vazhdon dhe as ajo që mbetet. Paramendojnë atëherë për me dash diçka me vudor të kishat e Shasit. Për restaurim. Apo nuk e di në Shurdha e tjera që ka shumë monumente me shumicë që do t'jenë për të mirën e tonë qytetarëve, për të mirën e shtetit, e bashkisë, dhe vlerën historike, e cila kthehet në vlerë turistike. Patjetër, sepse tash tonë janë orientuar edhe nga turizmi, se është një burimi të ardhur për me jetu njerëzit e mos me ikë për këto. Edhe kjo është jashtëzakonisht pozitive nëse ka me pas të ardhurna, sepse nëse njerëzit ikin për një jetë më të mirë, kanë drejtë sepse gjithkush dëshiron me jetu pak më mirë se sa kanë jetu të parë të tyre. Kështu që fatkeqësisht nuk ka mirëmbajtje dhe nuk ka një program cili ka me vunë pa këtë shqetësim edhe këto monumente që janë, po thamë me shumicë, me qindra e qindra. Domethënë kam konstatuar në disa udhëtime banorët ta tregojnë, ja thotë aty është një kish dhe tregojnë dhe historinë e saj. Po shumë herë mendoj, kisha ka mbetur vetëm disa gur. Bile në zonën e Gryemirës mbi fshatin Kullaj, te kisha që përmenda pak më përpara ishte hapur edhe vari, një prifti dhe kafka e tij ndodhej jashtë, sepse kanë menduar që mund të ketë gjëra të arit dhe e kanë grabitur. Po, edhe është një prej fatkeqësive që është të ndodhur monumenteve se shkojnë kërkojnë ar apo diçka të tillë dhe dëmtojnë detektorët hulumtues klandestinë për përfitime personale. Deri në atë gjë dhe është e pafashme, pasi edhe janë dhe struktura, jo vetëm monumentet e kulturës, por edhe strukturat e njësisë vendore që duhet të jenë më të vëmendshme pa llogaritur banorët. Ngaherë banorët janë ata që
i ruajnë ndërgjegjësimi i përgjithshëm që do të jenë. Këto do të një mobilizim, i vetëdijsim, mi tregu se është një e mire përbashkë, nuk është mund të jenë kisha, por nuk janë vetëm kisha vetëm për katolikët. Janë një e mirë, një pasuri kombëtare. Një e mirë përbashkët për atë zonë adventse. Po, unë do kisha shumë gjëra për të biseduar, po vetëm disa pyetje të vogla në mbyllje të bisedës tonë për të kuptuar më shumë. Në këto udhime jeni vetëm, pavarësisht se foto duket grupi. Grupi formohet gjatë rrugës për ju, apo përgjithsisht niseni me grup? Aderoni në ndonjë grupim, apo aderoni në disa shoqata bjeshkatare të ndryshe, apo jeni totalisht elektroni lirë që përdorim në këtë shprehje? Unë jam përkrasi shoqatave, edhe aty në shoqatave të cilat punojnë mirë edhe me dignitet, kështu që jam përkras, jam antar nderi, nuk e kam një kartel të ndonjë shoqate, edhe kam grupin tim që i cili nuk është i lëvizshëm. Do më thonë, formoj aty për aty. Misar apo në një sigël? Pa. Si preftë, ata që i njofë për rreth meje, ju baj një ofertë për një shtektim, për një eci, bashkona me shoqatat e ndryshme. Si mund të bëhet? Ja, për shembull, po të dëgjojnë, me siguri disa kanë hyrë dhe në Facebook, ne duke folur këtu ata duke parë fotot në Facebook. Si mund t'ju bashkohen njërë, apo duhet t'jenë pjesë e rrethi që ju njihni? Ja, mund të bashkohen, por unë gjithmonë kam dëshirë që pjesën e organizimit kryesorën ta kenë edhe shoqata tjera, se shpeshherë i bashkohem unë nuk jam organizatori disa... Ati nuk organizon vetë, por vetëm ju bashkohesh. Shumicën e rasteve në këtë formë punoj, sepse aty një takon shoqatave, se ata janë shoqatat e regjistrume, fitojnë, e marrin një kontribut, japin një pasqyrë të ndryshme të aktiviteteve. Unë vetëm i promovoj kur e studioj, e shikjoj se ka punën serioze, ka punën e mirë, i jep informacione sakta, të mira, promovon kulturën, historinë, bukuritë e fshatra, bukuritë e majeve, edhe i bashkojnë. Dhe janë guida që i bëjnë të gjitha pikët, se nga njëherë për efekt të reklamës ne vendosim 5 pika ndalesa, por zgjedhim vetëm 2, bijem shkurt 3. Kështu që nëse doni guida, atëherë shikoni aprovimet që bën Dom Gabrieli në faqen e tij në Facebook me të njëjtin emër dhe shikoni ato ndiqni. Edhe pastaj prej me mund të kalojnë te ato grupet, shoqatat, organizatat e bjeshkatare me cilat unë bashkëpunoj dhe të vazhdojnë rrugtimin e tyre edhe më gjatë. Po ju e hapët bisedën me gjallisën, tani ta thonë, po pse për gjallisë jemi ne? Domethënë, çfarë duhet? Duhet të jenë që të ofrohen këta që janë të stërvitur pak? Pra nuk janë udhime për fillestar. Disa raste, por bisedohet kur njerëzit dëshirojnë me u bashku në një udhtim, natyrisht janë disa kushte minimale që do të kemi, por do të edhe dikush që se ka bën një rrugtim, një udhtim, një ngjitje dhe ai duhet me fillu. Po, kemi pas një udhtim të tillë në Deçiq, që nuk është ajo kodër quhet tani, se dhe mal në 500 metra, diçka të 500 metra, megjithatë, në grup kishim, domethënë një grup të rinj që nuk e kishin për herë të parë, bile dhe kjo u kuptua që te këpucët e tyre që kishin zgjedhur për të ardhur. Kështu që ishte pak e vështirë për Anton Plumaj, që përshëndetje prej këtij, pasi nuk ishim mësuar tani, ishim ne grupi Taraboshi, po ishte dhe grupi i këtyre të rinjve që e kishin për herë të parë një pjesë, u lodhën, ishte një dora, përshëndetje atë një infermiere, po e mori si sfidë dhe unë gjithë deri në një farë pike, po pastaj u dorëzua. Po edhe më dorëzua është gjë pozitive. Po është bukur se gjetën një vend të gjelbërt aty një këmbë, derisa ne vazhduam udhimin deri në maj, u bashkuam në kthim së bashku. Kategoritë e tilla tash a nuk duhet asnjëherë me marrë rrugtim? E pra iniciativën zë ta marrë asnjëherë, duhet stimuluar ndoshta. Edhe unë ka pas raste që jam nis nuk kam ujtë me unë gjitë. Jam lodh dhe diçka tjetër. Po. E ke marrë kështu si sfidë, domethënë kështu? Ja, nuk nxora asnjë foto për atë, se nuk u ngjitën maje. Ja, unë po. Dhe në gjysmë të majës. Si thot një prej alpinistave, e thotë, shiko, thotë mali aty do të jetë prap, kështu që pse duhet me rrezikuar shumë, që ndoshta me pasoja ndryshme kur kemi mundësi një radhë tjetër me shku edhe me kryet mision. Na pret atje çdo maje rrin aty. Kështu që ishte e pamundshme, jam nalë, pastaj... I kupton limitet e tua, Dom Gabriel? Pa tjetër. E ndjen që nuk gjithsesi e du adrenalinën, e du sfiden, por jo
me shku në ekstrem. Kur jam gjetur një në majën e Pashtrikut, maja e Pashtrikut është diku te 1050... 1900... A, 1900 1900 pak, po? Okej, pas ka bërë sakrifis madhe. Sfidë. Bukur. E shikoja tani nga poshtë, edhe isha pjesë e grupi, se du të kesh pak edhe seder, po me frymare nuk isha as pak mirë. Do më thënë sepse, okej, ne lëvizim për shkak të emisioni, por nuk është se ngjitemi shumë shpesh në për maja. Ishte shumë e vështirë zbritja, sepse vende kishte borë, edhe kur kisha këtë pjerësinë e kisha shumë të vështirë. Pra, ti mund të ngjitesh, po zbritjen e ke shumë të vështirë. Po të gjithë lodhemi, të gjithë kena vështërsi, të gjithë kena nga njëherë vështërsi edhe në zbritje. Këto nuk ka... është normale. Është normale të ndodhë kjo. Po pa tjetër. Pse du me thonë, mosëm ndodhë gjanë, jam profesionist, unë jam i gjithdishëm. Sfida që isha deri atje, më mbajti kështu, do të thonë, në një gjendje emocionale, kam përshtypjen që dhe ju, ndoshta e bëni këtë gjë të një gjendje emocionale fantastike, që kur e kap edhe këtë majë ti vjen, e përballon realitetin këtu me lehtësi, problemet e mëdha të duken çik më të vogla. Po ajo të bën që pastaj të marrësh një sfidë tjetër te një ngjitje tjetër. Do thonë kjo sfidë kur ngjitesh, edhe ndoshta gjatë ngjitjes thu, kjo do të jetë me siguri e fundit se nuk e baj më. Do ndrosh ndonjëherë këtë stil jete, e mendoni, okay, u lodha, prit tani, do mendoj një çik, do pak më qetë, e kalova këtë aventurë, jo. Do vazhdosh kështu. Nuk e di, se besoj nuk është bërë ndonjë plan për të bërë diçka më stabël. Jo, rrugtimi im i ecje do të vazhdon, natyra mund ndryshon një fije, do thonë kam dëshirë gjithmonë të baj këto kalimet, jo nështë gjithmonë sfidë ngjitje në për majë të ndryshme, po edhe kalimet nga një fshat në një fshat, nga një zonë në një zonë, sepse ato kalime janë bërë dhe dikur. Malin e Deqiqit e kam bërë 3 herë, edhe gjithmonë të e kujtu se kam hecë gjurmeve të degjelulit, të ushtarve, të njerëzve që kanë kontribu për betejat aty që kanë ndodhë. Do më thënë, ku ka pas ecje, ku ka histori, ku ka tradit, aty kam dëshirë më shku me ecë aty në shtigjeve se para 300 vjetë, 500 vjetë, 800 vjetë, 1000 vjetë, dikush ka ecë. Në cura kanë shku për çdo shmasjan me qindra mësafir për shmasjan, ato shtigje janë të lame, si kur se thotë, pa tjetër. Përgatitesh emocionalisht, ati ku ka ndodhë kjo, ati duhet shkelon. Ashtë, do më thonë, një grua, një nani, një vajzë që ka marrë bukën e u ka që ushtarve, ka marrë plagosën, e kanë shërute ajo shpela, etjere, do më thonë, ashtë edhe një loj skene që me imaginat një fije këthejesh në kalumen se në qëfar vujtje, qëfar heroizmi, qëfar sfide kanë pas për me qëndru e me rezistu në tokat e tyre. Me këtë në befasua dhe ke dhënë më së miri dhe mesazhin, se përse duhet të usojmë. Dhe jo vetëm thjesht një adrenalinë e momentit, shikojmë rënien e gjedheve, vjeshin, gjëra të tilla, por duhet ketë këtë këndvështrim një usim. Po një adoleshent e pret me ra gjethet, me bën fotografi të bukur, një palë të bukur, fotografi për Facebook. Shumë jam dakord, a edhe ajo pjesa është e bukur, por ka më tepër se sa. Më tepër se, po ndoshta kjo është eksperienca e udhimeve të para, po pastaj do ta kuptoj vlerën e gjithë kësaj. Duke u pjekur individi, duhet edhe të lexosh. Pra ne duhet kemi një rini që duhet të lexoj, se ju keni lexuar për këtë histori dhe prandaj e ndjeni gjithë kënaqësinë kur shkoni në këto vende. Po kur një organizat apo një shoqate qet një publikim për një ecje, patjetër se atëherë unë e holëmtoj një fije pak ma shumë. Interesant se dikush e jep detalisht nga njëherë shkrimet, për shembull malë si adventur, ta jep detalisht shkrimin edhe s'ka nevojë shumë holëmtime, po tjerë thojnë nisemi shkojmë edhe pastaj të intereson edhe gjanë shumë gjana tjera që nështë s'ka mund. Të rinj gjatë udhimit, mos i mbaroj pyetjet, deri në isër mëngjes ne mund të vazhdojmë me emision, por kjo është e fundit. Ju qëndrojnë gjatë udhimeve njerëzit afër, se e dinë që prej jush do të mësojnë diçka rreth këtyre vendeve. Mësojnë diçka, po unë shumë mësoj prej tjerëve. Kështu që edhe unë ndëgjoj sepse ne flasim në predikime, flasim në katekizëm, flasim në takimet që i kemi personale me njerë që vinë për me marrë një këshill, një ide, pastaj në këto ecje nga njëherë do të edhe unë që ti ndëgjoj tjerët, sepse dhe ata tjerët kanë çka me dhanë.
Kështu që mësoj ma shumë edhe thash unë mbledhi e pastaj edhe i përdori për angazhimet e mia, patjetër. Kështu që është e ndërsjell, por shumë ma shumë marr se sa jap kur është në pyetje gjatë ecjeve në ngjitje të ndryshme apo kalime të ndryshme. Një bisedë shumë e këndshme kem realizuar këtu në studio, për cilën unë jam shumë mirënjohës dhe më vjen mirë që më në fund të patëm në studion tonë për shkak të angazhimeve, sepse gjithmonë e kam kuptuar që një dëshëm njerëz gjatë transmetimeve tona, por për shkak të impenjimeve ka qenë shumë e vështirë. Faleminderit pafundësisht që ishit me ne dhe që mbell këto mesazhe për gjithë ata teleshikues që e duan natyrën, por që e kanë një këndvështrim tjetër, mënyrën se si duhet ta përqafojmë natyrën dhe se si duhet i bëjmë këto udhime. Por nga ana tjetër edhe modeli një njeriu i cili vërtet që ka misionin e tij, por nga ana tjetër ka dhe pasionin e tij. I ndërthur shumë bukur, to ndihmon njëra tjetrën. Dhe nga kjo ju ndihmoni njerëzit pastaj. Faleminderit për ftesën, jam shumë mirënjohës që më keni ftuar, sepse Shkodra për mua është veni i beku, në këtu kam kry fakultetin, kam zonë dijen, gjithat bagazh e tash e jap kontributin në Ulqen, por fal Shkodrës. Këtu i kam shtrënguar mirë kemt e mia në themelet forta. Që që je pak pikë të dobët Shkodrën. Ke vitet e rinis to, ju jeni ri, por ndoshta ato vitet e para të rinisë të ndryshat. Patjetër. Unë falenderoj dhe gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur. Në pjesën e parë ne patëm një përmbledhje të shkurtër në formën e një reportazhi duke përkujtuar figurën e intelektualit të njohur Luiz Shyti, i cili u nda një vit më parë nga jeta. Dhe në pjesën e dytë ne patëm një bisedë shumë këndshme me Dom Gabriel Gravanica, ku sollëm profilin e një kleriku i cili ka një pasion të jashtëzakonshëm udhëtimet në natyrë, udhëtime për të cilat ne folëm gjëra gjatë dhe për qëllimin e tyre dhe për altenimin e misionit me pasionin. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni, ne po përgatitemi për të tjera materiale që do t'i transmetojmë të premten e ardhshme këtu në TV1 Channel. Natën e mirë.